Personat që pinë kafe me stomakun bosh duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë. Për shumë njerëz, një mëngjes pa kafe është i paplot. Mirë po pavarësisht se konsumi i saj ju jep energji, pirja e kafes me stomakun bosh mund të sjellë një sër dëmesh anësore për shëndetin. Sipas ekspertëve të healthline, në këtë video do të rendisim problemet që i kanosen shëndetit tuaj nëse vazhdimisht pini kafe me stomakun bosh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ju ftojmë ta dëgjoni me vëmendje këtë video për të parë edhe dëmet që ajo mund të sjellë nëse e konsumoni me stomakun bosh. Mund të nxjisë ankthin dhe nervozizmin. Kafeina është një stimulues që mund të rrisë vigjilencën dhe nivelin e energjisë. Megjithatë, konsumi i saj me stomakun bosh mund të përforcojë efektin e saj, duke çuar në rritje të ankthit dhe të nervozizmit. Mund të përkeçojë gjithashtu aciditetin e stomakut. Kafeja është një acid edhe kur konsumohet me stomakun bosh mund të përkeçojë problemet e stomakut. Konsumi i kafeinës edhe niveleve të larta të aciditetit të stomakut mund të irritojnë kështu mukozat e tij dhe të krijojnë komplikacione. Ekspertët shtojnë në një zëri se konsumi i kafes me stomakun bosh mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj, edhe të shkaktojë irritime të mukozës së stomakut, duke çuar në pareati dhe probleme të ndryshme të urthit. Konsumi i kafeinës me stomakun bosh dihet se do të përkthehet në një element të dëmshëm të organizmit për sa kohë e konsumoni atë në sasi të tepërt. Ekspertët thonë se kafeja asesi nuk duhet të konsumohet me stomakun bosh pasi mund të irritojë mukozat e stomakut, të shkaktojë dhimbje, gastrit dhe ulcra peptike. Ndaj përdorimi i saj duhet të jetë gjithmonë pas ushqimit. Konsumi i kafes me stomakun bosh do të përkeçojë problemet e tretjes. Për individët që kanë probleme me tretjen, si sindroma e zorrës së irrituar ose sëmundjet inflamatore të zorrëve, pirja e kafes me stomakun bosh mundet që të përkeçojë shëndetin tuaj. Efektet stimuluese të kafeinës mund të rrisin gjithashtu edhe lëvizshmërinë e zorrëve, duke shkaktuar diarre ose edhe dhimbje barku, si dhe duke prishur më tej ekuilibrat delikat të tretjes. Kafeja me stomakun bosh mund të ndryjë në përthithjen e lëndëve tuaja ushqyese. Kafeina përmban përbërës të njohur siç janë taninet, të cilat mund të ndryjnë në përthithjen e disa lëndëve ushqyese, duke përfshirë këtu hekurin, kalciumin, gjithashtu edhe konsumi i kafes me stomakun bosh mund të pengojë aftësinë e trupit për të absorbuar këto lëndë ushqyese thelbësore, duke çuar më pas në mangësi me kalimin e kohës. Pirja e kafes me stomakun bosh do të rrisë gjithashtu përgjigjen ndaj stresit. Kafeina stimulon irritimet e kortizolit, duke çuar më shpesh në probleme të hormonit të stresit nga gjëndrat mbiveshkore. Ndërsa kortizoli luan një rol vendimtar në reagimet luftarake të trupit, nivelet e ngritura të tij mund të kenë efekte të padëshiruara për shëndetin, mund të shkaktojë funksione të dobta imuniteti, shtim në peshë dhe gjithashtu edhe çrregullime të humorit. Pirja e kafes me stomakun bosh mund të përkeçojë shëndetin e sheqerit në gjak. Kafeina mund të ndikojë në ndjeshmërinë e insulinës dhe metabolizimin e glukozës, duke çuar më pas në luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Kur konsumohet në stomakun bosh, kafeja mund të shkaktojë një rritje të shpejtë të niveleve të sheqerit. Pirja e kafes me stomakun bosh mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme siç është për shembull dehidratimi. Kafeina është një diuretik që do të thotë se do të nxjisë prodhimin e urinës dhe mund të çojë në rritjen e humbjes së lëngjeve në trup. Kur konsumohet me stomakun bosh, kafeja mund të përkeçojë dehidratimin, veçanërisht gjithashtu edhe pasmarrjes jo të mjaftueshme të lëngjeve, të cilat ju mungojnë vazhdimisht gjatë ditës. Ekspertët shtojnë në një zëri se kafeja asesi nuk duhet të shkohet në dietën tuaj me stomakun bosh, pasi mund të nxjisë përkeçime të ndryshme. Ajo mund t'ju bëjë të dëgjoni zëra që realisht nuk ekzistojnë. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan kafe në ditë, mund të dëgjoni zëra që në fakt nuk ekzistojnë.
Kafeina e tepërt në organizmin tuaj mund të dëmtojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, dozat e vogla të kafes ndihmojnë trupin të detoksifikohet, por nëse e konsumoni atë në sasi tepër të mëdha, atëherë përgatituni të merrni dëme të vërteta në shëndetin e mëlçisë dhe jo vetëm. Pirja e kafes në doza të mëdha me stomakun bosh mund të nxjisë gjithashtu arritjen e trysnisë në nivelet e gjakut. Studimi kryer nga Carnegie Mellon University tregon se kafeja stimulon gjithashtu rrahjet e shumta të zemrës dhe mund të shkaktojë probleme me frymëmarrjen. Prandaj ekspertët sugjerojnë një zëri se kafeja nuk duhet të pihet në sasi tepër të mëdha dhe me stomakun bosh. Kafeja mund t'ju bëjë nervoz dhe kjo mund t'jetë pa arsye. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë transportimin e mirë të oksigjenit në tru, çka mund të dëmtojë procesin e vendimarrjes. Kafeina e tepërt në organizëm nxit edhe problemet e pagjumësisë. Kafeja mund të pakësojë 6 orë kohën e gjumit që duhen 24 orë që substancat të largohen përfundimisht nga sistemi juaj. Mos e pini asnjëherë kafe në orët e vona të mbrëmjes pasi mund të nxjisë probleme të shëndetit dhe të përkeqësojë gjithashtu organizmin tuaj. Kafeina e tepërt dhe numri kafeve të mëdha në dietën tuaj mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të shëndetit, siç mund të jenë për shembull edhe nxitja e shfaqjes së problemeve të osteoporozës. Studimet e kryera në Universitetin e Oregonit tregojnë se kafeina nuk i bën mirë kockave, sidomos kur merret në sasi tepër të mëdha. Për të shmangur këto rreziqe, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të heqin dorë prej saj, të reduktojnë numrin e filxhanëve të kafeve që shtojnë në dietën e tyre, pasi është e vetmja mënyrë që kafeja do t'jap anën e saj pozitive në dobi të shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Pirja e tepërt e kafes në rutinën tuaj ditore mund të nxjisë gjithashtu edhe urinimin e shpeshtë. Kafeja mund të sjellë probleme me fshikjen e urinës dhe të nxjisë edhe shfaqjen e shpeshtësimit të urinimit, madje mund të krijojë gjithashtu edhe probleme në jetën tuaj të përditshme. Pirja e sasive të tepërta të kafes mund të nxjisë dhimbjet tuaja të kokës. Sipas American Heart Association, konsumatorët e mëdhenj të kafes mund të kenë dhimbje koke, ankth, lodhje dhe depresion. Prandaj, nëse jeni një person që pini shumë kafe, tregoni të arsyeshëm me numrin e filxhanëve që shtoni në dietën tuaj, pasi mund të krijojë gjithashtu komplikacione në organizëm. Kafeja është një pije mjaft e njohur që mund të ofrojë përfitime, por gjithmonë nëse pihet brenda normës së lejuar, përfitimet e saj do të jenë të mahnitshme dhe gjithashtu shumë të dobishme në dobi të organizmit. Fal niveleve të larta të antioksidantëve, konsumi i kafes brenda normës së rekomanduar do të përkthehet në një element të mirëmbrojtës për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se kafeja që duhet të konsumoni në dietën tuaj nuk duhet të jetë në doza tepër të mëdha, por mund të konsumohet 1 deri në 2 filxhan kafe çdo ditë të paambëlsuar për të marrë përfitimet e saj. Sipas Healthline, përmirësimi i dietës suaj mund të vijë edhe me konsumin e kafes. Sipas tyre, përsa e shtoni atë në dietën tuaj brenda rekomandimeve të caktuara, përgatituni të merrni anën pozitive të saj në dobi të shëndetit. Ekspertët thonë se kafeja mund t'ju mbajë zgjuar për më gjatë, sidomos nëse doni të keni edhe një orar më fleksibël në punë, por kjo nuk do të thotë se duhet të teproni konsumin e kafes në dietën tuaj. Mjafton ta konsumoni atë sa që rekomandojnë ekspertët dhe përfitimet e saj në dobi të shëndetit do të jenë të menjëhershme. Ekspertët shtojnë se konsumi i kafes në dietën tuaj duhet të jetë gjithmonë brenda normës së rekomanduar. Ajo mund t'ju ndihmojë në rritjen e vigjilencës, për shpejtimin e humbjes së kilogramëve të tepërt dhe mund t'ju mbajë gjithashtu më vigjilent. Vetëm siguroni ta konsumoni me kujdes në mënyrë që do mos ndikojë negativisht në anën tuaj shëndetësore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.